Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, selamet dhe selavatet qofshin për me të dashrin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndashën në lidhje me duat kuranore, e kemi një dua tjetër madhështore të cilën Allahu i lartësuar përmend në Kur'an. Është kjo duaja e dietarëve apo atyre të cilët Allahu i lartësuar i quan ndryshe ar-rasikhun fil ilm, ata të cilët janë të thelluar në dituri. Pra nuk janë mjaftuar me dituri sipërfaqësore, mirë po janë thelluar në dije dhe në veprimin me të. Allahu i lartësuar këtë dua e përmend në fillim të surës Ali Imran dhe na edukon që besimtari vazhdimisht duhet të kërkojë nga Allahu i lartësuar përforcimin e zemrës së tij në fenë e Allahut. Thot Allahu duke i përmendur besimtarët fillimisht një herë ata të cilët janë të thelluar në dije dhe pastaj ata të cilët kanë sëmundje në zemrat e tyre. Allahu i lartësuar thot se shembulli atyre të cilët e lusin Allahun i lartësuar që janë të thelluar në dituri është me këtë lutje dhe këtë duhet ta themi edhe ne. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Zoti jon, edhe kjo lutje fillon me fjalën me emrin e Allahut të lartësuar Ar-Rabb, pra Zoti jon që është kujdestari, është drejtuesi, krijuesi, furnizuesi, ai që jep jetë, pra duke thirrur Allahun e lartësuar përmes rububiyyes së tij. Rabbana la tuzigh qulubana, mos na i lako zemrat tona, mos na i devijo zemrat tona. Ba'da idh hadaytana, pasi që na udhëzove, pas udhëzimit të zemrave tona, o Allah i lartësuar, mos na i lako ato, mos na i devijo ato. O hab lana min ladunka rahma, dhe jepna na dhuro prej teje mëshirë. Sa bukur janë shprehur dhe Allah i lartësuar ja ka përmendur këtë lutje në Kur'an. O hab lana min ladunka rahma, prej teje o Zot jepna një mëshirë, na dhuro mëshirë. Innaka antal wahhab, nga se ti je i vetmi, i vërteti, ai dhuruesi më i mirë. Je ti i vetmi dhurues i kësaj mëshire. Allah i lartësuar na edukon neve që besimtarët dhe dietarët dhe të thelluarit në dituri vazhdimisht duhet të zhveshen prej forcave të veta. Mos t'ia atribojnë udhëzimin të cilën e kanë dhuratë prej Allahut të lartësuar vetvetes së tyre. Mos t'ia atribojnë prej ardhjes së tyre, as inteligjencës së tyre, as çfarëdo elementi, po vazhdimisht t'ia drejtojnë Allahut të lartësuar se këtë udhëzim e kanë vetëm prej Allahut të lartësuar. Dhe krahas kësaj, kur besimtari i dituri për Allahun e lartësuar zhveshet nga çdo gjë dhe këtë ja atribon vetëm Allahut të lartësuar, çdo forcë, çdo ndryshim, udhëzimin, jetën, vdekjen, të gjithat, atëherë e sheh edhe vlerën e begatisë të cilën e gëzon. Kur e din që e ka udhëzimin prej Allahut të lartësuar, atëherë mundohet ta ruajë atë dhe e lut Allahun e lartësuar t'ia ruajë vazhdimisht, nga se shpëtimi i përjetësisë në lumturi apo në dënim të përjetshëm varet nga ky udhëzim sa Allahu i lartësuar ta ruan zemrën tënde. Andaj ne vazhdimisht kemi nevojë ta lutim Allahun e lartësuar përmes kësaj lutje. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Allah, mos na i lako zemrat tona pasi na udhëzove, na jep prej teje mëshirë dhe nga se ti je dhuruesi i vetëm. Konteksti i kësaj lutje i paraprin një ajet tjetër madhështor. Thot Allah i lartësuar duke i përshkruar ata të cilët janë të thelluar në dije. Thot Allah huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Është Allahu i lartësuar ai i cili ta ka zbritur, ta ka shpallur ty librin, po i drejtohet profetit Muhammed. Prej librit ka ajete që janë thelbësore, janë bazë, ndryshe quhen sikur kitab, sikur ajetet amës, ajetet kryesore, ku ajetet tjera kthehen te këto ajete, wa ukhara mutashabihat, dhe disa të tjera janë më pak të qarta. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili. Ndërsa ata që kanë, Allah i lartësuar tash na tregon neve shkaqet e devijimit. Qysh ka mundësi dikush pas udhëzimit me deviju, ose cili është ai problemi që e pengon njërin nga udhëzimi. Thot Allah i lartësuar, nga ata të cilët, sa i përket atyre të cilët kanë sëmundje në zemrat e tyre. Këta i ndjekin ajetet që janë jo shumë të qarta dhe mundohen mi përplas me njëra tjetrën, me sjell keq kuptime në fe dhe me sjell interpretime të deformuara të fesë. Ajo çfarë ju përshtatet epsheve të tyre. Ndërsa dietarët
وما يعلم تأويله إلا الله thot Allahu I lartësuar ndërsa kuptimin e drejtë të disa prej ajeteve din vetëm Allahu والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ndërsa të thellhuarit në dije ata të cilën dijen e kanë të pjekur rrënjët e dijes kanë shtruar rrënjë në zemrën e tij në zemrat e tyre thojnë ربنا thojnë والراسخون في العلم يقولون të gjithat I kena besuna amanna bihi këta jetët I kena besu I kemi të qarta apo si kemi të qarta ato çfarë na I dim çfarë na mundsohet kuptimi I tyre apo ato çfarë vetëm Allah I lartësuar I din kullu min indi rabbina të gjitha janë prej Zotit wama yadhakkaru illa ulul albab dhe për kësaj marrin mësim vetëm ata të cilët janë të zgjuar dhe mendimtar Allah I lartësuar këtë lutje madhështore të cilën na përmend në fillim të surës Al Imran e shohim që edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka shpeshtuar më shumti është lutja me të cilën thamë edhe në herën e kaluar për lutjeve që pejgamberi ka bërë më së shumti e kuptojmë vlerën e një lutje kuptimin e kësaj lutje ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me duan e mirënjohur ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik o rrotulluesi zemrave forcoje zemrën time në fen tënde nëse ky ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është lutur kësaj atëherë çfarë të themi ne për zemrat tona ku Allah I lartësuar përmes pejgamberit të tij na ka treguar që zemrat e robërve të tij zemrat e robërve të tij gjenden mes gishtrinëve të Allahut të lartësuar I rrotullon ashtu siç don aq shpesh kanë mundësi me lëviz aq lehtë kanë mundësi me lëviz saqë disa dietarëve I kanë përmendur një shembull. Thojnë sikurse një enë kur vlon, ai uji që është sipër vazhdimisht shkon poshtë, dhe ai që është poshtë shkon sipër dhe vazhdimisht rrotullohet. Dhe thotë kështu është edhe shembulli I zemrave të bijve të Ademit, zemrat e njerëzve. Andaj besimtari vazhdimisht duhet të kujdeset, ta lut Allahun e lartësuar që t'ia forcojë zemrën e tij në fe dhe të jetë dëshira e tij, aspirata më e madhe që të vdes duke qenë musliman. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون thot Allah I lartësuar në Kur'an në këshillën të cilën jo ka përmendur Jakubi fëmijëve të tij që mos vdesin ndryshe përveç se duke qenë musliman prandaj na kemi nevojë vazhdimisht që ta lutim Allahun e lartësuar përmes kësaj lutje dhe shtoja kësaj që devijimi I zemrës dhe ajo humbja e madhe ka shkaqe dhe ka çfarë e detyrojnë këtë humbje për shkaqeve më të mëdha çfarë I devijon zemrat e besimtarve është mos refuzimi I fitneve, po pranimi I tyre njërin pas tjetrës. Ka ardhur në një hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që fitnet, sprovat e ndryshme, joshtet e ndryshme I shfaqen zemrës sikurse thuprat e hasrës. Keni parasysh hasra është një shtroj pe I kashte, që ato thuprat lidhen me njëra tjetrën dhe bëhen sikurse me qenë një qilim, një segjade. Ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aq shpesh ta janë që mu bën një shtroj, fitnet I shfaqen zemrës sikurse thuprat e hasrës, njëra pas tjetrës. Ajo zemra që I përvin ato, I shkruhet në zemrë një pikë zezë. Ndërsa ajo që I refuzon ato, I shtohet një pikë e bardhë në zemër. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ta shto një pikë e zezë dhe një pikë e bardhë, pra fitnet e ndryshme, dyshimet e ndryshme, epshet e ndryshme, nëse ti nuk I refuzon, ato vazhdimisht kanë më ndikuar në zemër. Dhe këto I ki çdo ditë kanë më të shfaq. Vazhdimisht kanë më të shfaq sipas hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse I refuzon, atëherë e ke shpëtuar zemrën tënde dhe të shënohet apo të shtohet një pikë e bardhë në zemër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në fund pasi që e përshkruan zemrën, thot ai që nuk I refuzon zemrën, këto dyshime, këto fitne, atëherë zemra e tij bëhet e zezë e errët, sikurse një tas, një kup e kthyer përmes. Nuk e pranon të mirën, përveç se asoj çfarë I vjen në përputhje me epshet e tij. Shka I shkon përshtatje me epshet dhe tekat e tij. Prandaj e shohim që devijimi është shumë I rrezikshëm dhe joshjet ndaj zemrave të njerëzve janë shumë të rrezikshme. Duhet të jetë besimtari I kujdesshëm në zbrapsen e tyre dhe në refuzimin e tyre. Sa herë që I shfaqen dyshimet, mo kthy te libri I Allahut, tek fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe te fjalët e dietarëve dhe mi kuptu drejt dhe mi lut Allahun e lartësuar që mi bë të qartë të vërtetën prej të kotës dhe të mi pasu të vërtetën dhe mu largu nga e kotja. Këto vëllezër për shkak se besimtari e kupton rëndësinë e udhëzimit dhe kujdeset që ta ruaj zemrën e tij. Nëse e shikojmë duan të cilën Allahu I lartësuar na edukon, thot Rabbana la tuzigh qulubana, mos na I devijo zemrat tona pasi ba'de idh hadaytana, pasi na I ke udhëzu. Pra udhëzimi duhet I paraprin pastrimi I zemrës.
Andaj edhe dietarët e kanë preferuar që së pari duhet të lirohemi nga sëmundjet, mi largu atë llomin pe zemrave tona, që në mënyrë që kur vjen ai mëshira e udhëzimit të zëvend në enën e zemrës së pastër. Dhe pastaj ti ta shijosh atë me vepra dhe ta ruash atë. Dhe Allahu i lartësuar në fund të kësaj lutje thot min ladunka rahma innaka antal wahhab. Prej teje o Zot na jep mëshirë. Prej teje o Zot na jep në mëshirë. Këtu e shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht udhëzimin dhe mëshirën ja ka atribu Allahu të lartësuar. Dhe kjo është edukata. Sa herë që ti agjeron, sa herë ti që falesh, sa herë ti që hap mushafin me lexu Kur'an, sa herë ti që shkon me një ders, e shijon një ders, një dije të afërt, mi atribu kët sukses Allahut të lartësuar dhe mi lut Allahun të lartësuar mos më ta ndryshu këtë gjendje. Nga se Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur, Allahumma inni a'udhu bika min tahawuli afiyatik. O Allah, unë kërkoj mbrojtje që të mos më ndrosh mirëqenien tënde, mos më ndrosh mirëqenien tënde. Po ashtu shpesh është shoqëruar në Kur'an udhëzimi me mëshirën. Udhëzimi me mëshirën. Çfarë po themi në këtë lutje? Rabbana la tuzigh qulubana, mos na i devio zemrat tona. Ba'da idh hadaytana, pasi na ke udhëzu, wa hab lana min ladunka rahma, dhe jepna prej teje mëshirë, përfshina me mëshirën tënde. Pra udhëzimi me mëshirën ka ardhur e pandashme, po janë shoqëru. Dhe kjo gjendet vazhdimisht në Kur'an. Ulaika alehim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Këta janë ata të cilët kanë paqe prej Allahut të lartësuar dhe mëshirë prej Zotit të tyre. Këta janë ata të udhëzuarit. Po ashtu ka ardhur. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. O Zot, jepna prej teje mëshirë dhe lecona udhëzimin në çështjet tonë prej teje. Pra e shohim që udhëzimi me mëshirën janë si motra, nuk janë të pandashme. Njëjtë sikurse devijimi me terrin, me dëshprimin janë të pandashme. Pastaj atribimin të cilën duhet t'ia bëjmë Allahut të lartësuar për udhëzimin ton, t'i atribojmë çdo mirësi Allahu të lartësuar. Para se gjithashtu mirësinë e udhëzimit, Allahu i lartësuar ka përmendur edhe në vende të tjera në Kur'an, "Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." Nuk do të kishim me qenë të udhëzuar sikurse mos të na udhëzonte Allahu i lartësuar. Kjo është ajo lutja të cilën e bëjnë banorët e xhenetit pasi që hinë në xhenet. Dhe e shohim që këtë dua e ka përmend, këtë atribim, këtë veprim, këtë shprehje e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë hapjes së Hendekut. Gjatë hapjes së Hendekut ka qenë duke hapur Hendekun dhe duke bajtur kur e zall me sahabët në hapjen e atij kanalit të madh në Medinë para asaj luftës së madhe të Ahzabit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë sikur në formë të poezie, sikur mos ishte Allahu as nuk kishim mu fal, as nuk kishim ma agjeru. Po është Allahu i lartësuar ai që na ka begatu dhe është ai i cili na ka udhëzuar dhe na ka mundsuar që ta pasojmë dhe t'i bindemi të dërguarit të tij dhe t'i nështrohemi Allahut të lartësuar. Prandaj e bukura e përmbylljes së kësaj duaje është me emrin e bukur të Allahut të lartësuar El-Wahhab. Innaka antal Wahhab. Pra nuk ka dhërues tjetër përveç teje. Ti je ai dhëruesi i plot, dhëruesi më i mirë i çdo të mire. Andaj besimtari nëse dëshiron që ta lutë Allahun e lartësuar, për diçka të caktuar, duhet ta përdor edhe emrin që i përshtatet asaj kërkese. Ta përzgjedh emrin që i përshtatet asaj kërkese. Për shembull, dëshiron ta lutësh Allahun e lartësuar që të shëroj, mi thirr Allahun e lartësuar, o shafi, o shërues. Dëshiron mëshirë prej Allahut të lartësuar, mi thirr Allahun e lartësuar përmes emrit të tij Ar-Rahman. Këtu dëshiron që Allahu i lartësuar të begatoj me mëshirë, të begatoj me udhëzim dhe të ruaj zemrën dhe të jep sa ai është dhëruesi më i madh. Ka ardhur duaja përmes emrit të bukur të Allahut të lartësuar Wahhab, dhëruesi më i madh. Po ashtu për shembull në lutjen në të cilën na ka mësuar Aisha radhiyallahu anha kur ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë ta lutim Allahun e lartësuar nëse qëllojmë natën e Kadrit? Ka thënë të thuani Allahumma innaka afuun. Je afu, je falësi më i madh, falësi më i plot, tuhibbul afwa, e don këtë falje. Prej veprimeve tuaja, prej cilësimeve të tuaja është që ti o Zot e don falje. Fa'fu anna, falna neve. Dhe kështu e lutësh Allah, ta lutësh Allahun kur don për pasuni, ta lutësh Allahun e lartësuar përmes emrit të tij të bukur El-Ghani, Razzaq, që është furnizuesi, El-Kerim, që është bujari, dhe kështu mund t'i kombinosh disa prej emrave të bukur të Allahut të lartësuar në varësi që i përshtaten kuptimit të lutjes që ti e lut Allahun e lartësuar, lutim Allahun e lartësuar të na hyjë zemrat tona pasi na i ka udhëzu, të mos na i devijë ato, po të na jep prej tij mëshirë nga sa ai është El-Wahhab. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.